Festa e Amantjas, një traditë mira vjeçare, festohet edhe këtë vit në fshatin Ploç të bashkisë së Selenicës. Një traditë që jeton ndër breza dhe shërben jo vetëm si festë e zonës, por edhe një takim brezash. Për kryeplakun e fshatit Adriatik Brahimi, kjo është një festë ku shpalosen traditat të zonës dhe gatimet tradicionale, ndërsa zhvillohen lojra të ndryshme sportive ku nuk mungojnë as këngë të isopolifonisë. Festa e Amantjes simbolizon historinë që ka pasur Amantja në shekuj. Po ndjekim traditën. Dhe këto janë simbolet e Amantjes. Sportet e rënda. Në Amantje është gjetur një bust i gëdhëndur në Gur. Ka qenë kampion i shpallur në Athinë, i lirë. Amantja do të rejtë shumë vizitorë. Sepse e thash dhe pak më parë, në Amantjes zbulim është bërë gati 10% tonë të gjithë arkeologë. Amantja është shumë e madhe. Orgest Fejmi, drejtuesi i Drejtorisë Rajonale të Monumenteve dhe Trashëgimisë Kulturore në Vlorë, thotë se një vëmendje i është dedikuar parkut arkeologjik. Sipas tij, zbulimet arkeologjike të fundit kanë shtuar interesin e turistëve. Ai shton se gërmimet në këtë park vazhdojnë dhe do të pasojnë me të tjera zbulime në vitet e ardhshme. Është një vend i veçantë, i cili së fundmi ka treguar vazhdimisht sepse mbat një potencial të lartë arkeologjik. Numri i vizitorëve ka qenë gjithmonë në rritje, pas çdo viti ne kemi pasur një numër të vizitorësh në rritje dhe kjo ka ardhur edhe për faktin se në Amantja janë kryer zbulime të reja të cilat kanë rritur interesin e vizitorëve për të ardhur dhe vizituar Amantjen. Banorët e zonës vlerësojnë organizimin, teksa thonë se kjo festë shërben edhe për të takuar bashkëfshatarët e tyre që janë larguar nga fshati. Mirë qenia ngrihet, njerëzit janë më të interesuar. Kjo është ne i kemi një emën e të vendit, takim brezash. Festa e Amantjas festohet në parkun arkeologjik me të njëjtin emër, i cili është vendi me histori të lashtë mijëra vjeçare, që deri më tani është zbuluar vetëm 10% e tij.